Shoqata kulturore Ora shënoi 20 vjetorin e themelimit të saj me një sër aktivitetesh kulturore e shkencore, duke theksuar kontributin e saj të vazhdueshëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të zonës së Anës së Malit. Një nga aktivitetet qendrore ishte sesioni shkencor me temën Ana e Malit nga lashtësia deri sot, i cili mblodhi së bashku intelektual, studiues dhe përfaqësues nga rajoni. Ky sesion u hap nga kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Imanbegu, i cili vlerësoi lart punën dhe përkushtimin e shoqatës Ora ndër vite. Në fjalën e tij përshëndetse, ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për të ndihmuar në zhvillimin kulturor dhe ruajtjen e identitetit të zonës. Mirë se vini në Ulqin, ju që nuk jeni nga komuna, të nderuar përfaqësues të jetës shkencore, kulturore, të nderuar mysafir apo miq të Ulqinit dhe Anës Malit nga Shqipëria, nga Kosova. Për mua, si kryetar komune, është një nder i veçantë që këtu në qytetin ton kemi mundësi që të promovojmë së pari dhe të kremtojmë 20 vite të shoqatës Ora. Dhe dua t'i dëshiroj suksese dhe mbarësi në punën e tyre të cilat me vite e bëjnë. Për të punuar për vendin e vetë, për të punuar për njerëzit e vetë, është rëndësishme të hapat jenë të matura dhe të jenë të vazhdueshme. Kështu që shoqata Ora e ka dëshmuar këto 2 dekada të ekzistence që përkushtimi dhe puna atyre e palodhshme në promovimin e vlerave të kulturës, të traditës, mbrojtjes së identitetit, të gjuhës, promovimit të artit, dhe në kësaj radhe të shkencës, bën një hap të cilët secili intelektual, secila shoqat duhet ta bëj për vendin e vet. Unë jam i gëzuar që seanca shkencore e cila do të bëj për Anën e Malit si një trashëgimi në shekuj dhe kultura e saj, historia e saj, do të jetë një kontribut i vazhdueshëm për zbardhjen e historisë sonë, për shfaqjen e vlerave tona kulturore, për tregimin e problemet dhe nevojat tona si një udhërrëfyes për të ardhmen. Me këto fjalë ju përshëndes, juve ju dëshiroj një seancë të mbar shkencore, por çka është më e rëndësishme që lidhjet në mes nesh të vazhdojnë, sepse kemi nevojë për njëri tjetrin, kemi nevojë që në mënyrë serioze, shkencore, në mënyrë të dokumentuar, t'i zbardhim nevojat tona, historinë tonë dhe vlerat tona kombëtare. Po ashtu, kryetaria e shoqatës Ora në fjalën e saj përmbledhi me krenari rrugtimin 20 vjeçar të shoqatës, duke theksuar arritjet e shumta në fushën e kulturës, edukimit dhe trashëgimisë. Ajo u shpreh se gjatë këtyre 2 dekadave, Ora është shndruar në një ndër zërat më të rëndësishëm të jetës kulturore në Ulqin dhe më gjerë. Sesioni shkencor ofroi diskutime të thelluara mbi historinë, identitetin dhe zhvillimet sociokulturore të Anës së Malit ndër shekuj, ndërsa kontributet e studiuesve nga rajoni e bën ngjarjen edhe më të pasur në përmbajtje. Në fakt, privilegjin barën ose edhe ndihem me fat që kam qelluar në krye të shoqatës Ora në këtë kremtim të 20 vjetorit të saj. Shoqata Ora ka nisur punën e saj që në vitin 2004 duke parë nga një grup studentësh nevojën për ngjalljen, për gjallërimin, për krijimin e një feste në zonën e Anës së Malit. Ato do të thotë nisin me pranverën e Anës të Malit, por duke parë kërkesën e gjithë qytetarëve të zonës së Anës së Malit, vendosin që këtë grup t'i vendosin emrin shoqatës Ora dhe të vazhdoj e të jetë një shoqatë legjitime, pra në vitin 2005. Është bërë punë e madhe për 20 vite, të cilat nuk mund të ceken të gjitha në një kohë kaq të shkurtër, ndoshta ose në një intervistë, por më lejoni të them që shoqata Ora ka lënë gjurmë në Anë të Malit dhe besoj që ky është edhe amaneti të parëve tanë që të punojmë për vendin dhe të lëjmë gjurmë nga secila sferë që të jetë e mundur.
Në kuadër të sesionit shkencor, Gzim Hoxha paraqiti një kumtesë të veçantë kushtuar kontributit të profesor Skender Anamali në fushën e arkeologjisë, me theks të veçantë në periudhën romake në Shqipëri. Ai vlerësoi profesor Anamalin si një prej figurave më të rëndësishme të studimeve arkeologjike shqiptare, duke theksuar ndikimin e tij të madh në ndriçimin e periudhave të lashta historike të trevës son. Hoxha solli në vëmendje edhe prejardhjen e profesor Anamalit, duke nënvizuar me krenari se rrënjët e tij janë nga ana e malit, gjë që e bën kontributin e tij edhe me domethënës për këtë zonë. Kjo lidhje e thellë shpirtërore dhe historike me vendlindjen e të parëve u përjetua si një simbol i lidhjes mes trashëgimisë së pasur kulturore dhe përfaqësuesve më të shquar të dijes shqiptare. Të marr pjesë në këtë aktivitet me temë Anamalit dhe historia e saj. U mendova gjatë se çfarë mund të sjell si kontribut për këtë kontestë. Kam pas fatin të kem udhëheq të tim të doktoraturës, një personalitet të shkencës shqiptare, në mënyrë të veçantë të shkencës arkeologjike shqiptare, Skender Anamali. Nuk e di se opinioni e din apo jo, por Skender Anamali është Anamalas. Prandaj, duke pas këtë atribut, unë vendosa që të flas diçka për jetën e këtij shkencëtari, edhe për kontributin e tij në arkeologjinë shqiptare dhe më gjerë. Skender Anamali ka lind në Shkodër në vitin 1921, është me origjinë nga Anamalet, nga fshati Shtuf, dhe në popull, me të dëgjuar, e njohin si trashëgues vazhdues të familjes së Molla Ramadanit. Nuk e di se nga të vjetrit nga fshati Sukobin mund të kenë një uri për këtë. Për brezin e ri nuk jam i sigurt. Masi kjo familje ka shpërngulur në Shkodër shumë herët. Jeta dhe vepra shkencore e profesor Anamalit do të përmbledhej me këto fraza të shkurta. Nxënës i gjimnazit Shkodrës, student i Universitetit Padovës në Itali, e filloi aktivitetin e vet shkencor si arkeolog në Institutin e Shkencave në Tiranë në vitin 1947. Së bashku me arkeologun tjetër, pioner të arkeologjisë shqiptare Hasan Ceka, grumulloi material nga terreni dhe hapi muzeun e parë arkeologjik në Tiranë. Në vitet 1948-1952, ekspeditet e para informative në qendrat e mëdha arkeologjike të Shqipërisë, kurse në vitet 52-56 kryen gërmime në varrezat tumulare në Mat dhe në qytetin e Amantias. Ndërsa në vitet 60 fillon gjurmimin e kulturës arborore të Komanit. Në Kruj, në Koman, në Bukull, në Shordha dhe në kalat antike të vona mesjetare, në Stelush, Pogradec, Kanin, Berat e tjerë. Në vitet 1970-1980 kryen gërmime në bazilikat në Lin, Pogradecit, në Ballsh, në qytetet Shkodër dhe Butrind dhe një ekspedit parë në Kosovë, në Llashtic në vitin 1980. Botime shumë të vyra, të paraqitura në punimet monografi tek në mënyrë të veçantë për qytetin e Amantias në revistën Iliria. Ka botuar librin Arkeologjia dhe Bujqësia në vitin 1980. Ka shkruar mbi 70 artikuj në revista shkencore shqiptare dhe të vendeve europiane. Është bashkautor i burimeve antike mbi Ilirët, i botuar për herë të parë në Tiranë në vitin 1965. Autor i historisë lash Shqipërisë, i botimit në frëngjisht Les Iliriens, Ilirët, në vitin 85, i albumit Thesare nga vendi i shqiptarëve i burtuar në Hildesheim të Gjermanisë në vitin 1988, i albumit Stolia arborore i botuar në vitin 1985, bashkautor i mishkrimeve latine të Shqipërisë i botuar në Rom në vitin 2009, antar i shoqatës ndërkombëtare për epigrafi greke dhe latine me qendër në Paris. Në vijim të sesionit shkencor, arkeologun nga Ulqini, Anton Lulgjuraj, prezentoi një kumtesë me temën Trashëgimia prehistorike në qytetin e Ulqinit dhe zonat përreth, duke sjellë një pasqyrë të pasur dhe të argumentuar mbi gjurmët më të hershme të jetës njerëzore në këtë rajon. Përmes një analize të detajuar dhe bazuar në të dhëna arkeologjike, Lulgjuraj ndriçoi rëndësinë e Ulqinit si një vendbanim me komunitet të gjatë dhe me një trashëgimi të pasur kulturore që daton që nga prehistoria.
Ai solli në vëmendje gjetje të rëndësishme që dëshmojnë për një jetë dinamike dhe të zhvilluar kulturore në këtë territor shumë më herët se sa mendojnë më para. Ai solli në vëmendje gjetje të rëndësishme që dëshmojnë për një jetë dinamike dhe zhvillim kulturor në këtë territor shumë më herët se sa mendohej më parë. Kjo paraqitje jo vetëm që pasuroi sesionin me fakte të reja shkencore, por njëkohësisht rikonfirmoi rëndësinë e zonës së Ulqinit si një pikë referimi për kërkimet arkeologjike në rajon. Territori jonë apo vendi ynë, Ulqini është në udhkryqin e rrugëve në Ballkan, sidomos të kulturave. Këtu kanë kaluar shumë kultura, sidomos në periudhën e preistorisë, kështu që kena qenë gjithmonë ndikim nga lindja dhe kulturave perëndimore, kështu që kjo zonë i ka përthith ose i ka marrë gjitha tiparet e kulturave që kanë kaluar në këtë zonë. Domethënë që nga preistoria, bronzi dhe hekuri. Kurse në këtë skemen tjetër kam paraqit bazenin e Shkodrës dhe duke qenë se në territorin e Ulqinit nuk ka gërmime të mirëfillta të cilat studiojnë periudhën prehistorike, po kryesisht është dashur të referohemi gërmimeve që kanë ndodhur në zonat para, sidomos në zonën e Shkodrës, edhe pjesë tjera nga Boka Kotorit apo gërmime që janë të mirëfillta të periudhës prehistorike. Kurse kjo pjesa poshtë është pjesa cila koncentrohet kryesisht pasunia trashëgimisë materiale dhe arkitekturore periudhës prehistorike, që i bjen me qenë zona Malit Bris, Mali Mozhurit dhe vazhdon në Malin e Rencit dhe Malin e Torovisit. Kjo tregon se në këtë periudhë kjo zonë ka qenë shumë atraktive dhe shumë tërheqëse për banorët e parë. Njësoj si kjo pjesa përreth liçenit Shkodrës, sidomos zona lindore, veri lindore. Kjo tregon se kjo popullat e cila kryesisht është marrë me blegtori, po ka njoftë edhe bujqësinë, këto zona i kanë ofruar kushtet mira natyrore dhe prandaj në këtë zonë janë dynd ose kanë pas kryesisht vendbanimet dhe prezencën e tyre. Sesioni shkencor ana Amalit nga lashtësia deri sot ishte një dëshmi e qartë e vlerave kulturore, historike dhe intelektuale që kjo zonë ka kultivuar ndër shekuj, përmes kontributit të studiuesve të ndryshëm dhe pjesëmarrës së personaliteteve të njohura, u sollën në dritë aspekte të rëndësishme të trashëgimisë son. Ky aktivitet shënoi jo vetëm 20 vjetorin e shoqatës Ora, por edhe një hap të rëndësishëm drejt ruajtjes dhe promovimit të identitetit kulturor të anës së malit.